Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengo dha detajet të marrëveshjes ushtarake trepalçe mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Një intervistë për Radio CNN, ministri i Mbrojtjes sqaroi se ato bazohen në prioritetet strategjike të Bashkimit Evropian në rajon dhe nuk ka për synim rritjen e garës së armatimit. Erdhi shumë natyrshëm si rezultat në fakt i leximit të një mënd të kërcënimeve që i kanosen në rajonin nga pikpamja e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërhyrjeve të palëve të treta në rajon, kërcënime hibride, nga pikpamja kibernetike, nga pikpamja influencimit dhe dezinformimit në debatet tona publike. Vengo shtoi se jemi duke synuar mundësinë e prokurimit të përbashkët të mjeteve pajisjeve dhe sistemeve të mbrojtjes. Ne mbështesim Kosovën si dy vende aleate, antare të NATO-s. Kosova është e njohur nga Kroacia, ne përbën një përparësi nga pikpamja e sigurisë kombëtare dhe e politikës tonë të jashtme, dhe sa herë na jepet mundësia që ta mbështesim Kosovën në tryeza rajonale, të cilat në fakt janë paradhomat e antarësimit, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në NATO, ne e bëjmë në mënyrë konsistente dhe një prej pikave të marrëveshjes trilaterale është mbështetja e palëkundur e Kroacisë dhe e Shqipërisë për sa i përket ecurisë së Kosovës në këto nisma rajonale, të cilat në fakt janë siç është Karta e Adriatikut, për shembull, e cila është efektivisht paradhoma e një vendi përpara se të antarësohet në NATO. Ai ftoi Serbinë të bëhet pjesë e marrëveshjes trepalçe mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Mediat kroate shpalosin detajet të marrëveshjes me Kosovën dhe Shqipërinë. Revista kroate Nacional hodhi poshtë dhe pretendimin e Beogradit se ajo bë pamiratimin e SBA-s dhe NATO-s. Bashkëpunimi i ri ushtarak mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, për cilin ministri i Mbrojtjes Ivan Anušić javën e kaluar udhëtoi në Tiranë për të nënshkruar deklaratë, ministri i Mbrojtjes Shqipërisë Piro Vengo dha ato të Kosovës e Jup Maqedonsi është dakorduar ose më saktë u koordinua me administratën e presidentit amerikan Donald Trump dhe mudhëheqjen e NATO-s, thotë revista kroate, teksa i referohet jo zyrtarisht një burimi të lartë pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Kroacisë. Ky informacion mohon drejt për drejt deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshje ishte shkelje të ashtu quajturës marrëveshje nënrajonale për kontrollin e armëve të vitit 1996. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. NATO paralajmëron hapur Rusinë. Sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se Rusia do të përballet me kundërpërgjigje shkatruese në rast se sulmon Poloninë ose ndonjë shtet tjetër antar të aleancës. If anyone were to miscalculate and think they can get away with an attack on Poland or on any other ally, they will be met with the full force of this fierce alliance. Our reaction will be devastating. This has to be very clear to Vladimir Vladimirovich Putin and anyone else who wants to attack us. Nëse dikush do të bënte keq llogari dhe do të sulmonte Poloninë apo ndonjë shtet tjetër aleat, atëherë do të përballet me reagim të ashpër të aleancës. Reagimi ynë do të ishte shkatrues. Kjo do të jetë shumë e qartë për Vladimir Vladimirovich Putinin dhe për kudo tjetër që dëshiron të na sulmojë, tha Rutte. Sekretari i përgjithshëm foli gjatë vizitës së tij në kryeqendrën e Polonisë në Varshavë, në prani të kryeministrit të Polonisë. Donald Tusk tha se është me rëndësi të bëhet përgatitje për çdo rezultat të mundshëm nga bisedimet mes Rusisë dhe SBA-s, të cilat janë të përqendruara për të dhënë fund luftës 3 vjeçare në Ukrainë. 32 shtete anëtare të NATO-s, sidomos ato të krahut lindor, janë shumë të shqetësuara se bisedimet mund të përfundojnë me marrëveshje që i shkon për shtat Rusisë. Moska akuzon Londrën dhe Parisin se po vazhdojnë të artojnë plane për ndërhyrje ushtarake në Ukrainë. E gjitha kjo maskohet si një lloj misioni paqëruesës, ta zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova. Në kryeqytetin francez është mbledhur koalicioni i vullnetit mes Francës dhe Britanisë. Takimi i tretë uli në Tryezë. Britanikun Keir Starmer, shefin e NATO-s Mark Rutte, kryeministrin italiane Giorgia Meloni, kryeministrin polak Donald Tusk dhe të tjerë. Diskutimet përqendrohen në mënyrën se si të forcohet Ukraina ushtarakisht për të penguar sulmet e ardhshme dhe si të monitorohen armëpushtimet e kufizuara mbi objektiva detare dhe infrastrukturë energjetike, siç u diskutua në bisedimet e udhëhequra nga SBA këtë javë në Arabinë Saudite. Siç raporton La Repubblica, Macron telefonoi Donald Trump para fillimit të samitit. Bashkimi Evropian bëhet gati për luftë. Unioni këshillon qytetarët të mbledhin ushqim, ujë të pijshëm dhe sende të tjera thelbësore që do të mjaftonin për 72 orë, si pjesë e një strategjie që synon të rrisë gatishmërinë për përmbytje, zjarret katastrofike, pandemitë dhe sulmet ushtarake. Në dokumentin e publikuar theksohet nevoja për përgatitje ndaj krizave të mëdha ndërsektoriale, duke përfshirë dhe mundësinë e agresionit armatosur që mund të prek një ose më shumë shtete anëtare. Strategjia, e cila frymëzohet nga planet e Gjermanisë dhe vendeve nordike, synon të inkurajojë qytetarët që të ndërmarrin masa proaktive, si zhvillimi i planeve emergjente familjare dhe grumbullimi i furnizimeve bazë.
Komisioneri Evropiane për përgatitjen dhe menaxhimin e krizave, Haida Lahbib, deklaroi se ne po u themi vendeve anëtare se 72 orë vetë mjaftueshmëri është ajo që ne rekomandojmë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.